PDK qëndron e palkundur në qëndrimin se kandidati për president nuk duhet të vijë nga një parti politike, por të përfaqësojë interesat e të gjithë qytetarëve. Arjan Tahiri theksoi se partia nuk është e interesuar për marrëveshje politike dhe nuk ka mbështetje për një kandidaturë që ka pasur një qasje të njëanshme në të kaluarën, duke i referuar Vjosa Osmanit. Një ditë më parë, zëvendës kryeministri Glau Konjufca pati deklaruar se një kandidat nga familja e herojit të Kosovës, Adem Jashari, do të fitonte një konsensus automatik në shoqëri, por Murad dhe Bekim Jashari kanë mohuar përfshirjen e tyre në garën për president. Gjatë ditës së fundit, Anu Pratipati, e ngarkuara me punë në ambasadën e SBA-s në Kosovë, zhvilloi një takim me presidenten Vjosa Osmani. Kryeministri Albin Kurti po ashtu zhvilloi takime të ndara me kreun e PDK-s dhe atë të LDK-s, ku u theksua se nuk u diskutuan emra të veçantë, por u konstatua një përputhje mes 3 partive më të mëdha për të shmangur zgjedhjet e reja. Në rast se deputetët nuk zgjedhin presidentin e ri brenda afatit përcaktuar, më 4 mars, vendi do të detyrohet të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme. PDK ka lënë të qartë gatishmërinë e saj për të ofruar një emër kandidat dhe për të ruajtur procesin demokratik pa ndërhyrje nga marrëveshjet partijake.